Ndërkohë që Bashkimi Evropian mban Kosovën në masën ndëshkuese, nuk po vepron njësoj edhe ndaj Serbisë. Përkundrazi, Serbia vazhdon të lehatohet nga BE-ja, gjë dëshmua edhe në samitin e mbajtur në Tiranë. Edhe pse presidenti serb Aleksandar Vučić vizitoi së fundmi Rusinë dhe u takua me Vladimir Putin, BE nuk ndërmori asnjë masë ndëshkuese ndaj Serbisë. Përkundrazi, eftoi që të marrë pjesë në samitin e Tiranës. Lidhur me këtë, Dr. Gurakuç Kuçi, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Luftës Hibride, Oktapus, shprehet se Serbia ka ndjekur vazhdimisht një politikë të qartë proruse, që nga fillimi i agresionit të Rusisë kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Serbia është rreshtuar qartasi me interesat gjeostrategjike të Kremlinit në Ballkanin Perëndimor. Ajo ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë në kundërshtim me qëndrimin unitar të vendeve të Bashkimit Evropian dhe aleatëve të saj. Po ashtu ka thelluar bashkëpunimin energjetik me kompanitë shtetërore ruse, ka planuar mbështetje ushtarake nga Moska dhe së fundmi Vučić vizitoi Moskën përkundër paralajmërimeve të qarta nga Brukseli se një veprim i tillë është i paplanueshëm, deklaron Kuçi. Sipas tij, objektivi kryesor i Serbisë ka qenë dhe mbetet destabilizimi i rajonit. Paralelisht me këtë politikë, Serbia është pozicionuar si një port operacionale për ndikimin rus në Ballkan, përfshirë edhe aktivitete spionazhi kundër institucioneve të Bashkimit Evropian. Ajo ka ndërhyrë drejt për drejt në zgjedhjet në Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut, ka nxjerrur tensione në Bosnjë-Hercegovinë përmes Republikës Serbe dhe mbi të gjitha ka ndërmarrë akte dhune dhe sulme të armatosura ndaj Republikës së Kosovës, përfshirë 2 sulme të natyrës terroriste në veri të vendit, shton Kuçi. Ai e konsideron të rrezikshme qasjen që po ndjek Bashkimi Evropian ndaj Serbisë. Përballë këtij realiteti, qëndrimi i BE-s ndaj Kosovës, ku sanksionet ende mbesin në fuqi dhe kritikat shtohen ndaj veprimeve legjitime të autoriteteve kosovare në veri, është jo vetëm i padrejtë, por përbën një devijim të rrezikshëm nga parimet themelore mbi të cilat është ndërtuar vetë Unioni Evropian, duke trajtuar Vučićin si partner të besueshëm, ndërkohë që ai sillet si një Putin i vogël në Ballkan. BE-ja rrezikon të kultivojë një autoritarizëm të qëndrueshëm në rajon, që përfaqëson retorikën neo-imperialiste të botës serbe, një projekt i rrezikshëm që pret ndryshime të favorshme gjeopolitike, por të vepruar thekson Kuçi. Moteja i paralajmëron se Europa rrezikon të bëhet bashkëpunëtore në shpërtimin e një konflikti të ri në Ballkan. Nëse interesat ekonomike dhe litjumi e bojnë Europën të mbyllë njërin sy para këtyre zhvillimeve, atëherë ajo në mënyrë të hestur bëhet bashkëautore në krijimin e një konflikti të ri në Ballkan. Dhe nëse BE-ja vazhdon të dërgojë mesazhe se stabiliteti ka më shumë rëndësi se sa drejtësia, atëherë mesazhi për Kosovën është i qartë. Kosova duhet të përgatitet vetë për garantimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj, nënvizon Kuçi. Sipas tij, kjo nuk është thirrje për militarizim, por është një demonstrim strategjik. Kjo nuk është thirrje për militarizim apo për shkallëzim, por një analizë ftohtë strategjike. Në një ambient ku Serbia ka deklaruar qartë se do të veprojë kur të ndryshojnë rrethanat ndërkombëtare, Kosova nuk mund të mbetet pasive. Ndërtimi i kapaciteteve reale të vetëmbrojtjes si mbështetje për paqen dhe sigurinë nuk është luks, por një nevojë ekzistenciale. Në fund, Kuçi kritikon edhe mungesën e unitetit të brendshëm politik në Kosovë. Kjo situatë nuk vjen vetëm si pasojë e cinizmit ndërkombëtar, por edhe për shkak të mungesës së unitetit të brendshëm. Përfaqësuesit politik të Kosovës nuk po flasin me një zë vetëm në raport me sfidët strategjike, gjë që dobëson pozitën e vendit dhe lehtëson ndërhyrjen e aktorëve të jashtëm që shtrembrojnë realitetin. Kosova ka nevojë për një diplomaci të fuqishme, për një diskurs të matur, por të vendosur dhe për një arkitekturë të sigurisë që bolon nga vetëdia se pa drejtësi nuk ka as paqe dhe as garanci për të ardhmen. Përfundon për bota sot Dr. Gurakuç Kuçi, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Luftës Hibride Oktapus.